Numri i punonjësve të huaj është arfishuar në 2 muajt e parë të vitit 2026 krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar. Sektori i ndërtimit dhe ai i shërbimeve mbeten më të kërkuarit për fuqinë punëtore të huaj. Saniela Xhaferi, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Punësimit në Vlorë, konfirmon se këtë vit është vënë re dhe një tendencë ndryshe krahasuar me një vit më parë. Sipas saj, përveç rritjes së numrit të aplikimeve nga shtetas të huaj, vihet re se edhe bizneset po aplikojnë më herët për plotësimin e vendeve vakante për të paraprirë nisjes së sezonit turistik. Ajo thekson se kërkesat janë për profesione të ndryshme që kanë punëtor krau në ndërtim, kamariere, kuzhinier në sektorin e shërbimeve, deri dhe te profile më të specializuara. Atëre, sikundër dhe ju e thatë, jemi tashmë pothuajse në fund të muajit të dytë të vitit 2026 dhe shohim një prirje dhe një interes të shtuar të subjekteve, gjithashtu edhe të individëve vetë në aplikimet për të pajisur me leje unike. Ka një tendencë rritëse në fakt të këtij interesi që shkon gati 3 fish 3 herë më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Profesionet që kërkohen më shumë janë ato në sektorin e shërbimeve, janë edhe ato në sektorin e ndërtimeve. Në sektorin e shërbimeve me të gjithë paketën e plotë e profesioneve, duke nisur nga profesionet elementare si ndihmës në kuzhinë, kuzhinier, shërbimet në bar, restoranta apo recepcion dhe shërbimet e tjera të shërbimeve. Ndoshta risi jo, por mund të themi që është një tendencë e re e cila po profilon tregun e punës në Vlorë, e lidhur edhe me investimet që po ndodhin në rajon, çka ka rritur edhe kërkesën kryesisht në këtë sektor. Në fakt, në profesionet elementare vihet re ka ose vazhdon një njëjta tendencë e atyre punonjësve që vinë nga vendet Filipinet apo vendet me të njëjtën tipologji, ndërkohë vihet re një tendencë e re e shtetasve të huaj, kryesisht Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja dhe shtetasve të huaj nga BE-ja. Kjo është një tendencë e re që vihet re në këtë periudhë dhe që ka karakterizuar, le të themi, aplikimet e kësaj periudhe 2 mujore. Kryesisht nga këtë vende janë të vetpunësuar. Dhe kjo është një mundësi e mirë sepse ata gjenerojnë dhe vende të reja pune më vonë. Kuptohet që plotësohen me shtetas të huaj, por që jo edhe me shtetas shqiptar. Këtë vit numri në rritje është jo vetëm nga vendet e zakonshme si Filipinet apo vendet aziatike, por edhe të huajt nga vendet e Bashkimit Evropian si dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilët janë kryesisht të vetpunësuar. Referuar në shifra këtë 2 mujor, numri i aplikimeve është më shumë se 800, ndërsa kanë ndryshuar dhe procedurat e lejeve unike të punës. Xhaferi thekson njëkohësisht se në Vlorë, Himar apo dhe Sarandë, aty ku janë dhe njësitë e shërbimit më shumë të përqendruara, ka dhe më tepër të punësuar. Ajo çfarë ka ndryshuar në këtë periudhë 2 mujore të vitit 2026 është pikërisht që të gjithë punëdhënësit dhe të gjithë operatorët ekonomik që operojnë në Vlorë kanë paraprirë sezonit duke i nisur aplikimet e tyre për të pajisur me stafe më herët. Kjo për një arsye tjetër që sezonit i gati, por në të njëjtën kohë kjo edhe fal gjithë proceseve të cilat tashmë janë më të lehtësuara nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Ka një reduktim të afateve të miratimit të lejes unike, gjithashtu edhe të plotësimit të vendit të lirë të punës me shtetas shqiptar. Vlora dhe rajoni mbeten një nga zonat ku numri i punonjësve të huaj ka pasur rritje krahasuar me një vit më parë, ndërsa sektorët janë disa, duke dominuar kryesisht në shërbime, turizëm, por dhe në sektorin e ndërtimit.